Kam qenë fëmijë me fat. Kam pasur një familje të mrekullueshme. Nuk ka qenë vetëm për kujdesja e prindërve të mirë, ka qenë për kujdesja e motrave të mia. Për fatin e keq, vitin që kam ardhur unë jetë, familja ime u internua në një sektor të vogël në rrethin e Lushnjës. Ne thirreshim Kulak në ato kohë. Shtëpia ime ka qenë si shtëpi kukullash. Ishte e dizenjuar nga duart e mamit dhe të babit. Babin tim nuk e braktisën miqt. Kur vinin këndonin me kitarë ose lexonte dikush, ishte poet. Kam qenë fëmijë shumë i urtë. Jam rritur me 2 sty dhomash. Dhoma e provave, kur bështë mami veshjet ndryshme, edhe punishte e babit aty që e janë ngrotësin. Ishim një familje si aeroplan pa aerodrom. Kam qenë fëmijë shumë i urtë, kisha dëshirë që t'isha e mirë si nxënëse dhe të përgjigjesha kur bënte një pyetje profesori. Kur shikonin dorën time lart gjithmonë nuk më kthente përgjigje askush, isha e pazë. Po e ndjeja atë përçmimin e shoqeve, të shokëve. Nga 8 vjeçarja kështu rebelova pastaj. Dëgjoja muzikë. Lexoja libra jashtë shkolle. Në adoleshencë u kthyem në Tiranë prapë. Ndjeva një dhunë tjetër verbale dhe nuk pranoj fakti që unë të vija nga një vend i tillë edhe t'isha e veshur aq ekstravagante. Filluan karikaturat në shkollë. Quhet shfaqje huaj akoma. Ka vrarë fëmirin time dhuna. Kemi qenë në një ambient tek Galeria Arteve, edhe më dëgjon Bojke Lako me Holçashkun. Dhe wow, thonë po ti pas ke zë të mrekullueshëm. Edhe krijuam një si mini grup. Po lexoja një ditë në një ambient që ishin gazetën që kërkohej zëra të rinj për festivalin e Pranverës vitin 1995. Ishin 500 konkurrentë dhe fitova çmimin e parë. Lumturia ishte e pamat. Më dhanë të drejtën të përzgjidhja një nga këngët e festivalit. Zgjodha këngën me Sandri. Dolëm në skenë, shkëlqyem. Jam të shpeshur dhe kam bërë gati të ikja në shtëpi. Më kanë kthyer mbrapsht nga rruga, hajde si fitove çmimi, për mua ka qenë wow. Kam shkuar në shtëpi kështu gjithë me reakse si do ta prisnin. Ai ka hapur kratë, më ka përqafuar, më ka puthur. Ishte shumë artist papi. Kam qenë duke performuar në Korçë. Dhe miqtë e mi, Sandri, Nori, kishin shokun e tyre që më vonë u bë bashkëshorti tim. Ikëm në Greqi, aty ku jetonte bashkëshorti tim. Pastaj mbeta shtatsa. Kur ka lindur Sofia, isha e vetme. E laja gocën dhe qaja. Mos e vritja se s'mami se kisha afër të më mësonte. Ajo goca shumë e përkëdhelu që se kishte lënë mamaja vetë kur të qëronte një patate. Pastaj erdhi Esteli, ndërkohë gjithë ofertat, punë, koncertet. Sigurisht i refuzoja, nuk bëshin dot të dyja. Marrëdhënien me Pjatin, vajzat e mia kanë pasur shumë të fortë dhe kanë përjetuar shumë keq ndarje. Kjo vogla qante, edhe qante fshehura si, futej në dollap. Kisha babi qurit e shumë afër i merte i qonte. I shëtiste. Doja rritur para kohe. Ja kam arritur që të kem një marrëdhënie të shkëlqyer me vajza. Unë nuk e njoh dot një jetën pa motra. Regjisori i emrave tanë është babi im. E Gjesta, e Nila, e Rona, Elinara. Ato duhet t'jenë gjithë kohës prezente në jetën time. Po më duan shumë. Nuk ja japin besën kollaj më njeriu që të hyjë në jetën time. Ato janë pak mami im të treja.